Përshëndetje nxënës të klasës së 8. Në vazhdim të zhvillimit të mësimit në kushte shtëpie, sot do të marrim poezinë kronik nga poeti Frederik Reshpja. Rezultatet e nxënit. Në këtë orë mësimore, ju do të lexoni poezinë me intonacionin e duhur dhe në mënyrë shprehëse. Do të analizoni poezinë nga ana kuptimore, do të shpjegoni titullin e saj në kuptimin e drejtë për drejtë dhe atë figurativ, dhe të diskutoni për konceptin liri e fjalës. Fjalët kyç për këtë orë mësimore janë liri fjale, kronik, demokraci dhe dhembje. Poezia kronike shkruar nga Frederik Reshpja i kushtohet vrasjes së 4 djemve të pafajshëm në protestën antikomuniste të 2 prillit të vitit 1991, që u bë në Shkodër, në shishin Demokracia. 4 bijve të Shkodrës, Arben Brocit, Bujar Bishanakut, Nazmi Kryeziut dhe Besnik Cekës, ju dha emri dëshmor të demokracisë për t'i bërë ato të pavdekshëm përjetësisht. Këto 4 dëshmor të demokracisë dhe qindra të tjerë kishin dalë atë ditë në shesh për aspiratat e një Shqipërie demokratike, për lirinë dhe të drejtën e fjalës, e cila kishte munguar vite e vite me radhë në Shqipëri gjatë regjimit totalitar komunist. Për protestën e 2 prillit në Shkodër dhe për protestat të tjera të viteve 1990-1991 në Shkodër e në qytetet të tjera të Shqipërisë për rrëzimin e busteve dhe simboleve komuniste, ju do të pyesni prindërit dhe më të rriturit, do të kërkoni në internet dhe do të informoheni me hollësi për atë periudhë. Një vuajtës i mungesës së lirisë së fjalës dhe i padrejtësive të regjimit komunist para viteve 90 ishte edhe Frederik Reshpja, i cili u dënua disa herë dhe bëri disa vite burg, sepse me guximin e vargjeve të tij moderne, ishte një rrezik për pushtetin diktatorial të asaj kohe. Më mirë se çdo gjë tjetër, jetën dhe vuajtjet e tij përshkruajnë vargjet që ai ka shkruar, të drejtë për drejta, pa kompromis, si vetë karakteri i tij. Dënimi i tij ishte i padrejtë, por akuza e vërtetë. Frederik Reshpja mbeti poeti rebel, i guximshëm, që i lidhur ngushtë me fjalën dhe mendimin e lirë nuk do të pajtohej kurrë me regjimin komunist dhe me asnjë regjim që ndalonte lirinë e fjalës e që ngrihej mbi padrejtësi dhe servilizëm. Ai lindi në Shkodër më 19 korrik të vitit 1940 në një familje me origjinë nga Dugagjini. Në Shkodër ndoqi arsimin fillor dhe të mesëm. Në vitin 1963 studioi për gjuhë letërsi. Në vitin 64 arrestohet për agitacion dhe propagandë dhe dënohet me 3 vjet burg. Në vitin 66 punon si redaktor në gazetën Puna. Në vitet 71-74 me ndërhyrjen e Dimitër Shuteriqit del në profesion të lirë si shkrimtar. Në vitet 74-76 punon si arsimtar në Shkodër. Në vitet 76-80 dënohet dhe kryen dënimin në Staç për arsye politike. Gjatë viteve 84-89 arrestohet disa herë nga regjimi komunist me akuza të ndryshme. Në vitin 1991 punon si kryeredaktor i revistës Ora dhe më pas shpërngulet nga Shkodra në Tiranë, ku bëhet themelues dhe pronar i shtëpisë botuese Europa. Pas viteve 2000 përjeton një varfëri të skajshme dhe në vitin 2001 pëson hemoragji cerebrale, vdes me 17 shkurt të 2006 dhe varroset në Shkodër. Krijimtaria letrare e Frederik Reshpjes. Frederik Reshpja shkroi kryesisht poezi, por ai lëvroi dhe dramën, tregimin dhe romanin. Në poezi shkroi vëllime poetike, rapsodi shqiptare, Në këtë qytet, erdhi koha të vdes përsëri, lirika të zgjedhura, vetmi e tjerë. E gjithë krijimtaria e tij poetike u përmbledh në librin Duke kërkuar itapën, me parathënie të Ismail Kadares. Në prozë ai shkroi Zëri i largët i Kasollës, roman, Trimi i fshatit të bardhë, tregime për fëmijë, Eranda, tregimi i ilustruar, Trofta hutaqe, prrall, Ëndra e gurit, dram. Veçoritë e poezisë së Frederik Reshpjes. Poezia e Frederik Reshpjes nuk ka rima, edhe nëse janë, ato mund të jenë të rastit. Metrika nuk ka shtërngesë. Vargjet janë me numër të ndryshëm rrokjesh.
Poezia dominohet nga metafora dhe mbështetet në elemente të krijimtarisë popullore. Në poezinë e tij, Frederik Reshpja u ikën temave të imponuara duke ndërtuar zërin unik, pamje të thjeshta të sendeve që ngrihen deri në simbole. Për këtë poet, i vetmi realitet mbetet ligjërimi, pasi ligjërimi është vetdia e poetit. Ligjërimi artistik tek ai nuk njeh kufi. Për të shprehur, poeti përdor sende që rrethojnë, imazhe të ëndrave dhe objekte të ëndrave të veta. Organizimi ritmik në poezinë e tij bëhet me përzgjedhjen e fjalëve, rendin dhe veçoritë e tyre. Poeti thot: "Pa emocione nuk mund të shkruaj. Poezinë e shkruaj në një gjendje të lartë emocionale. Poezi lidhen me emocionet, jo me idetë, dhe emocionet përçohen përmes ngjyrimit të fjalëve, duke formuar kështu botën poetike të tekstit." Për Frederik Reshpjen janë shprehur duke e vlerësuar personalitetet të artit dhe letërsisë brenda dhe jashtë kufive. Miku i tij ngushtë Mojkomzeqo shkruan për të. Frederik Reshpja, që në fund të viteve 60 spikas një poet me një talent të çuditshëm gjenio, krejtësisht modern. Ka energji të mëdha, ndonse nuk është asnjëherë ambicioz, por tepër i shkujdesur e moskokçarës për veten. I lirë në mendime, rebel i pandrejtshëm dhe i pathyeshëm në çdo kohë. Aventurën e artit e plazmojnë aventurën e jetës, pikërisht si shprehje të lirisë ekzistenciale dhe individuale. Si kundërshtar i diktaturës, ai ka përjetuar dhimbje të papërshkruara si një burgosur politik i harruar dhe i pabotuar, por përherë me një identitet të spikatur antikonformist. I lindur në shkodrën e Barletit, Fishtës, Mjedës, pas vdekjes së Migjenit Reshpja është talenti më i shquar që ka dalë nga kjo trevë mitër e poezisë së shqetësuar të kombit. Jeta e tij e ngatruar dhe e trazuar, gati nuk mund të përshkruhet. Megjithatë, ai lindi krejt ndryshe nga të tjerët, sepse ai ishte ndryshe nga të tjerët. Të gjithë shkruajnë poezi, por ai ishte poet. Një gjejthe u bë zog dhe vajtoi mbi ullishte. Nga fshati kundrua dolën pleqt, rendën pas shpirtrave që si dhe shine ajër drejt kashtës së kundrit. Të vrarët i rreshtuar në sheshin Demokracia mbështjell me çarçafe të dhëndërisë. Por shtypi tha se zgjedhje qenë të ndershme, të lira dhe korrekte. Ashtu edhe të vët. Pastaj lan gjakun, të ullishtja me drurët e përdredhur nga dhembja. Ah, ullit e Shqipërisë dhe paqja juaj e mallkuar. Siç e tham pak më parë, poezia u kushtohet 4 dëshmorëve të demokracisë, të vrarë me 2 prill të vitit 1991 në revoltat antikomuniste të asaj kohe. Autori na paraqet ngjarjen në formën e një kronike, por që ndryshon nga kronika e zakonshme. Ai nuk përmend as emrat e dëshmorëve, as faktin që ato ranë duke kërkuar të drejtën e fjalës së lirë, as revolt. Çdo gjë e gjejmë të koduar në përzgjedhjen e fjalëve, në simbole dhe metafora që ai përdor. Që në titull kemi përdorimin e figurshëm të fjalës kronik. Kuptimi i drejt për drejt i saj është përmbledhje faktesh historike dhe ngjarjesh sipas kohës kur ka ndodhur. Kuptimi i figurshëm këtu është përshkrimi artistikisht i ngjarjes për të përçuar tek lexuesi. Në vargun e parë të poezisë, një gjejthe u bë zog dhe vajtoi mbi ullishte, autori na jep shndërrimin në një jo frymori në frymor, pra gjejthes në zog. Me figurën e zogut këtu simbolizohet liria e fjalës, mendimi i lirë. Por ky zog vajton mbi ullishte, e me anë të kësaj metafore, autori paralajmëron diçka të keqe. Zogu vajton mbi pemën që simbolizon paqen. Pastaj kemi vdekjen që jepet me shpirtra që sidhen në ajër e që shkojnë drejt kashtës së kundrit. E duke shkuar drejt kashtës së kundrit, autori nuk na jep të vdekur dëshmorët, por si yje që ngjiten në qiell për të mos u shuar kurrë e për të ndriçuar të lirë në gjithësi rrugën drejt lirisë së mendimit. Kashta e kundrit është një brezi gjëri ndritshëm me ngjyrë argjendi që përbëhet prej yjesh të panumërt. Ndryshe quhet edhe rruga e qumshtit.
Tek vargjet të vrarë të rreshtuan të sheshi Demokracia, mbështjellë me çarçafe të dhëndërisë, kemi të dhënat dhe fakte të qarta, pra kronika këtu fragmentarizohet dhe shndërrohet nga një kronik letrare në një kronik të mirëfill, sepse këtu kemi të dhëna për vendin e ngjarjes. Pra ngjarjet ka ndodhur në Shkodër, në sheshin Demokracia, ku mbetën të vrarë 4 djemë të rinj, të pafajshëm, të cilët ishin kundër ndalimit të lirive të drejtave të njerëzit. Këto detaje jepen me përdorimin e emërtimit të sheshi Demokracia dhe mosha e re me shprehjen me çarçafe të dhëndërisë. Tek vargjet, Porshtypi tha se zgjedhjet qenë të ndershme, të lira dhe korrekte, ashtu dhe të vet. Pastaj lan gjakon. Këtu tregohet fasada e krimit, normaliteti i tij. Dëshmorët e demokracisë, bitë e Shkodrës, vriten për të dytën herë, një herë nga dora gjakatare dhe një herë nga shtypi dhe televizionet, si vegla mizore të një pushteti diktatorial që po jepte shpirt. Autori na jep këtë me një gjakftotësi që nuk rrjedh nga mungesa ndjeshmërisë apo e dhembjes, por sepse ai ishte mësuar ta shikonte dhe ta përjetonte dënimin e atyre që luftonin për fjalën e lirë vite e vite me radhë. Autori me këtë gjakftotësi e sfidon dhembjen, është i fortë, ndaj u ka mbijetuar të gjitha dhembjeve, vuajtjeve të jetës. Forcën shpirtërore që ka për ta sfiduar dhe mposhtur dhembjen, të keqen, tenton t'ja përçojë dhe lexuesit, duke na sjellë një lirik në të cilën dhembja përjetohet në heshtje dhe jo një lirik luftarake. Pas vargjeve me kuptim të drejtë për drejtë, autori jep në mënyrë të përmbledhur arsyen dhe pasojat e protestave. Tek vargjet, të ullishja me drurët e përdredhur nga dhembja, ullit e Shqipërisë dhe paqja juaj e mallkuar, kemi këtu në fakt një kundërstrof, sepse në të shfaqet qartë zhgënjimi, me gjithë sakrificën dhe flijimet që u bën për fjalën e lirë, ndihet mungesa e lirisë të qenët i lirë. Gjua dhe stili. Autori e fillon dhe mbaron poezinë me pemën e ullirit. Pema e ullirit është simbol i paqes dhe i pavdekësisë. Sado që përpiqen ta vrasin paqen, fjalën e lirë, ajo ringjallet për të mos ushuar kurrë, sepse paqja dhe fjala e lirë i kanë rrënjët e thella ashtu si pema e ullirit. Zogu që vajton në ullisht është një metaforë. Te ullishtja me drurët e përdredhur nga dhembja, e përdredhur është një epitet metaforik, dhe së bashku me shprehjen mbështjellë me çarçafe të dhëndërisë, tregojnë se sa e dhëmshme ishte vdekja e këtyre djemve të pafajshëm në një moshë kaq të re. Te rubrika diskutim, ju nxënës do të reflektoni dhe do të diskutoni me prindërit dhe më të rriturit për lirinë e fjalës në kohën e diktaturës. Çfarë ndodhte po të thoshe hapur mendimin? A ndihni ju të lirë për të shprehur hapur mendimin tuaj kudo dhe kurdo herë? Pse ka rëndësi që njerëzit të guxojnë të thonë atë që mendojnë, dhe a mund të përmirësohen gjërat nëse i fshehin brenda vetes mendimet tona? Të jesh i lirë për të thënë hapur mendimin, nuk do të thotë që të thuash çfarëdo që të vjen në mendje. Përdorni fjalë të sjellshme dhe argumente për të shprehur mendimin tuaj. Liria e fjalës është parim që mbështet lirinë e një individi ose të një komuniteti për të artikuluar mendimet dhe idetë e tyre pa frikë nga hakmarrja dhe censura ose sanksionimi ligjor.